can fly. Igli ka humbur fëmijën për shkak të ndarjes me Olsi Bëllykun, zbardhen detajet të tjera mbi raportin e dy ish-partnerëve. Igli Tanko si dhe Olsi Bëllyku ishte një ndërlidhje që në kohën e tyre bëni namë në portalet e showbizit. Duket se dyshja tepër e dashur për publikun pati një bum teksa pas ndarjes askush nuk e besoi fillimisht, mirë po pas 2 vitjes ndarje kur sipas Iglit ajo nuk e ka takuar e nuk ka rastisur askund në Tiranë me Olsin, dyshja u përballën në Big Brother VIP. Edhe pse u ndan me mirë kuptim, duket se krunja të vogël u pag ndërmjet njëri tjetrit, e një pretendim i ndjeshëm ka qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, duke sugjeruar se këngëtarja Igli Tanko ka humbur një fëmijë gjatë lidhjes së saj me aktorin dhe këngëtarin Olsi Bëllyku. Ky pretendim u bë viral pas një story që Igli publikoi 2 vite më parë në Instagram, ku ajo përshkruante një moment të dhimbshëm dhe të ngarkuar emocionalisht. Në postimin e saj, Igli shkruante: "Ky është vendi ku ti mbroheshe, flije dhe pushoje në paqe. Vendosa të mbaj këtu për gjithmonë, të mbaj këtë vend të mbushur me ty, njësoj si zemrën time, derisa të takohemi sërish. Bor, mami të do." Ishte mesazhi që shkruante atë kohë Iglit, teksa ky mesazh i ngarkuar emocionalisht ka ngritur dyshime, ka bërë që disa individ të spekulonin se mund të ishte një aludim për një humbje fëmijësh të mundshme. Duket se dhe Olsi nuk e ka përballuar mirë atë gjendje, teksa tashmë dyshja duket se i kanë lënë pas mërit. Kjo pasi edhe nga miku i tyre i ngushtë, Elgit Doda, ka reaguar pas takimit të tyre duke dhënë dhe mendimin e tij, teksa ka publikuar një foto në llogarinë e tij dhe është shprehur: "Kulturë, mirënjohje", duke qenë krenar me 2 miqtë e tij.